Po shkojmë seancën e radhës, ku shpresojmë që skenari të jetë ndryshëm, sepse është pa që skenari njëjtë prodhon rezultat të njëjtë. Ne si Lidhja Demokratike e Kosovës e shohim me shqetësim jashtëzakonisht madh vështirësitë qytetare të cilat në jetën e përditshme sot i hasin. Ato janë shtrëngtimi i rrymës, shtrëngtimi i pakos bazike dhe shohim të nevojshme dhe të domosdoshme që qasja të jetë zhbllokimi i institucioneve me një propozim që neve që kemi bë. Ky propozim është sepse është pa që asnjë nga partitë nuk i ka numrat e mjaftueshëm dhe zgjidhja do të ishte një qeveri kalimtare e cila për interes ka interesin qytetar. Kjo qeveri kalimtare që ne mendojmë që duhet kishte si prioritet disa nga pikat që kanë të bëjnë direkt me mirëqenien e qytetarit, siç është rritja e pagës dhe disa nga përgjigjet për problemet që ata kanë sot, do të dalim gjatë kësaj jave me 15 pika të cilat ne mendojmë se do duhej kjo qeverisje kalimtare me një agjendë qartë tu jep të përgjigje këtyre problemeve. Normalisht që presim edhe sot që të ndryshojë ky skenar dhe të kemi përgjigje tjetër. Përndryshe, nga propozimi si partie vetme që kemi dhënë një propozim se si duhet dilet nga kjo krizë, njëkohësisht jemi edhe si partia vetme e cila ka garu në këto zgjedhje me një program qartë politik i cili do t'i mundsonte që si Kosovë, si qytetarët i vendi, ta kishin një jetë më të dinjitetshme me kosto të përballueshme. Faleminderit shumë.